Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur sonte një tubim elektoral në qytetin e Gjakovës. Tubimin elektoral i pari e hapi kandidati për deputet Shefqet Shehu, i cili tregoi arsyet pse qytetarët duhet ta votojnë këtë parti. A ke nevojë për shëndetësi më të mirë? Tha po, zgjedh LDK-n. A ke nevojë për arsim më të mirë? Tha po, zgjedh LDK-n. A ke nevojë për zhvillim ekonomik? Po, zgjedh LDK-n. Një fjalë rasti mori edhe doktor Ferit Agani. Ne do të arrijmë që të meritojmë mbështetjen e Zotit të Madhreshëm, që do të bekoj Gjakovën, do të bekoj Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë e Drejtësisë, do të bekoj Kosovën me një pris dhe me një parti udhëheqëse e cila popullin e Kosovës do ta çon përpara. Tubimin elektoral e mbylli kandidati për kryeministër Lumir Avdigjiku, i cili prezantoi vizionin e LDK-s për qeverisjen e ardhshme. LDK nuk premton mrekulli, premton normalitet, premton shtet, premton rend, ligj dhe zhvillim të qëndrueshëm e gradual. Ne jemi forca që e shohim qytetarin në qendër të politikës, që e shohim familjen si qendër të shoqërisë e që e shohim fëmijën si investim, jo vetëm si një numër statistikor. Ky aktivitet shënon një tjetër ndalesë të LDK-s në kuadër të takimeve me qytetarë në komuna të ndryshme të Kosovës, duke reflektuar motën e fushatës Zgjedh Shpresën.